U ktheve. Unë nuk u largova kur. Ujku, më gjeti. Përshëndetje, zonjush. Po kërkojmë një maçok. Këtë maçok. Kemi një ofertë për ta. Çfarë do t'i afrojnë vallë maçokut me çizme? Po ç'është një maçok me çizme? Seriozisht? Ju thash ju edhe më parë që këtu nuk ka mace. Bëje të flas. Fale dashur, po kërkojmë për maçoku legjendar me çizme. Mos ndoshta e ke parë. Diku. Shumë i but. Fol plakushe, ndryshe do të merre me zorrët e tua. Kjo ishte shumë e ashpër. Nuk ishte e duhura. Hej, Arush, shko nu hata atë. Nuk më thua mua ti se çfarë të bëj unë. Dëgjoj motrën tënde, Arush. Nuk është motra ime ajo. Është një jetime e ratisur di unë. Ju ishte motra jote, po e si të thot. Mirë, por gjithë po nu hasësh vetëm urin macis. Shkoni të dhoma e sigur si që jemi praktikuar më parë. Mos, ajo po arratise. Më ndish, li familj. Bëj trajtimin e pianos, babi. Mendon se është hera e parë që jam futur në këtë piano? Le të fillojmë. Ti barelën. Mami, përshëndrohu të lutem. Ti barelën. Pas ka mace këtu! Unë i kam alet një macet! Ma e një macet! Amator. Po pres jashtë unë. Edhe macet e mia mund t'i bien më mirë se ti. Tani është koha të nxjerrni barelën. Kjo kartos është ky? Është një qen i veshur si një mace. Au, po, mashtrues i vogël. Po ky është portokalli. Mos po bën shaka? Mendon se ky cop mishi me eshtra të gryer duket si legjend? Patjetër që nuk është. Maçoku me çizme, e gjeta! Maçoku me çizme, të roni e ta kujtoni. I vdekur? Jo, nuk mund të jetë. Po, hunda ime nuk gënjen kur. E po kaq ishte. Si thoni, të bijem në letargji, a? Jo! Harta do dorëzohet sonte dhe kemi një shans për ta vjedhur. Pa atë nuk do ta gjejmë kurrë yllin e dëshirës. Ylli dëshirës ekziston. Ai yll të plotson një dëshirë. Një dëshirë? E kuptoni se çfarë do thotë kjo? 90? Pa! E po, unë akoma nuk e kuptoj se përse duhet të punsoni maçokun me çizme. Sepse askush nuk e vjet dot nga Jack Horner i madh. Jo! Jack Horner! Mos u shqetëso e dashur. Pa dyshim do ta gjejmë atë yll. Faleminderit, mami. Po, kurse unë këtu kam një plan. Mund të marr unë një hartë, po aq të mirë sa çdo mace me provoj. Ti pas ke një plan? Çfarë? Unë jam i zgjuar apo jo? Apo jo, babi? Jo, nuk je shumë në rregull nga trut. Të grabisësh Jack Hornerin e madh është shumë e rrezikshme, por ajo dëshirë mund të më kthej përsëri jetët e mia, edhe jetën time. Lam të mirë, të shi! Jo, të shi, po largohesh ti? Perito, fillo të gërmosh! Në rregull. Po nëse maçoku me çizme na qenë nga kaq i rëndësishëm, ndoshta nuk duhet ta përdosim barin e tij. Jo, nuk mendoj se ka problem, sepse ai jam unë. Ja ku jam! Mirë? Po, normalisht kam një shpat, po muhabet tjetër ky, kupton? Tushi, ti je maçoku me çizme? Ende jo, por do t'jem. Unë do të vij me ty. Më vjen keq, Perito, maçoku me çizme ecën vetëm. Aprini portën! Largohu nga këtu, ti e kemi ne në dorë. Largohu të thash. Mirë, hyru brenda dhe dil jashtë. E let fare. Vukë gjath. Çfarë je duke bërë këtu? Unë të solla një shpat, pra? Ajo nuk është më shpat, është shkop. Është një shkop shpat. Ik në shtëpi. E po, shtëpia ime është atje ku janë miqtë mi. Edhe njerë, si jemi miq. Fërkim për fat? Nuk më duhet fat për këtë. Jam një maçok hajdut të shumë i zoti. Shiko!
Do ja dalësh. Unë e shpall këtë racion të shishëm. Largojni. Zonti Horner, motra gjarpër e morën mallin që donit. Ajo është harta për tek ylli I dëshirës. Ndaloni gjithçka. Jo të dyja jeni me mua. Duhet ta çojmë tek dhoma e trofeve. Ajdi, na u desh të bënim shumë vrasje për ta marrë këtë hartë. E gjitha kjo filloi. Çojeni tek dhoma e trofeve. Pa shiko sa shumë gjëra magjike.